Përshëndetje. Desha të bëj një denoncim publik mbi në një shtëpi në fshatin Kimës të rrethit Puk, ku i është vendosur 2 herë gjob, një herë në vitin 2015, një shumë 1,5 milion vjetra. Në merë babaj në telefon, thot kështu, dhe ne nga jashtë i dërguam lekë dhe i pagujti. Në vitin 2019, me që menduan që e zumë lepurin, i fusin një gjob 2 milion lekë. Nga viti 2019 deri në vitin 2026, në këtë moment që po flasim, shuma totale ka vajtur në 7 milion lekë të vjetra, ku në banes nuk ka njeri. Prindrit kemi larguar për arsye moshe, në tjerët kemi lëvizur sepse vendi ku kemi lindur nuk ikim nga dëshira, por ikim nga halli. Kushtet e vështira ekonomike, ujë s'kishna, drita herë vishin, herë nuk vishin, rrugë makine për të hyrë shtëpia jo, minjera e bakrit në Monell na vështirësoi jetën më tepër, duke na humbur ujin e pishëm, ujin vadic, ku s'kishim ujë as me pi, as me vadit dhe as për bakti. Gjysma e fshatit dhe lart u shter ujë, nuk kishte ujë, sepse mori minjera. Gjysma e fshatit dhe poshtë, ai ujë që dilte nga minjerat, dilte me acid, i cili as nuk pihej, as njerëzit, as kafshët, as dhe për vaditje. U detyruam, ikem e lam vendin ton pa as edhe një lloj dëm shpërblimi, sikur se mos tishna pjesëtar të shtetit shqiptar. Në atë kohë një shtëpi nga rreshqitja e mori e ndau për gjysmë nda shtëpia, bëm dokumenta mas dokumentave dhe nuk morëm as edhe një lek. Mira që të verifikohet, mos i ka hanë njëri tjetër, po. Prandaj duhet i bëj thirrje organeve kompetente të rrethit Puk, degës energjetike, të shkoj dhe të verifikoj këtë numër sahati, të cilin do t'ja u tregoj në video pastaj, që të shkojnë dhe të heqin sahatin. Në çdo vend botës, kur dritat nuk paguhen, pas 3 muajt shputet sahati. Në Shqipëri, për çudi, ai sahat vazhdon t'i shtohet shuma edhe pse nuk ka drita. Kam vajtur dhe jam ankuar, dhe më kanë thënë që kanë kaluar 2 vjet dhe nuk ketë drejt ankese për gjykat, për të hapur gjyq. Jo se kemi kohë për të marrë matë punë, se kemi punë të tjera plot, po. Kam vajtur dhe u kam thënë që të më rregullojnë linjën e dritave, sepse atje linja me një teleft.
diku në një arë, diku më tokë, diku këtej, diku andej. Njeri tjerë shkon në shtëpi. Dhe përgjigja ishte që shtëpia juaj është e vetmuar dhe ka shpenzime të shumta ndër ato që shteti të përfitojë nga pagesa juaj. Me drejt, shpenzimit ishin të larta se nuk ka shtylla, s'ka tel, nuk ka asgjë. Por i bëj thirrje organeve kompetente të shkojnë dhe të heqin sahatin. Sa ato lek nuk do paguhen. Se s'ka kush i pagun. Unë që rri jashtë kam hallet e mia, problemet e mia. Kurse plagun të ta shikosh në një qosh aty në karrike, shkoni merrni lekë, merrni plakun, a bëjni çfarë doni. Ne na ka detyruar dhe po na detyron shteti shqiptar që mos të ndjehemi si shqiptar në vendlinjen tonë, por thjesht si shqipfolsa të përndjekur me çdo lloj mënyre dhe çdo lloj hapi. Mund thëni ju, nuk është e vërtetë. Por e vërteta është kjo. Nga vendlinja na hoqet për të marrur mineralet, sa monedha furnizon gjithë Shqipërinë me ari, dhe ne dolim pa buk dhe pasi gjë dhe u përplasëm në për qytetet të mëdhaja. Gjoja për të gjetur një drejtësi. Por edhe aty në për ato qytete që shkuam ne dhe blem nga i cop top në tokë në mënyrë të paligjshme, sikur se funksionon të ligji shqiptar dhe kultura shqiptare. Dhe sot për çudi, mbi ata toka shtetërore që i kemi blerë, pa dokumenta, por paguar lek i kemi ne, ndodhin mbi vendosje të ligjshme që as nuk dim se kush është. Kemi 30 vjet që s'arrim dot të marrim hipotekat, të bëjmë legalizimet e shtëpive, sepse kemi 4 mbi vendosje. Unë si kam vendos ato. Ato ditë kush i ka vendos. Por që mos shpërndajmë shumë nga kjo temë, duhet i bëj thirrje edhe një herë organeve kompetente energjetike të shkojnë dhe të heqin atë sahat. Sot ka 7 milion lek. Dhe po ta lini mos ta heqni? Ai do shkojnë 7 milion. Se unë kam vajt, kam thënë ta heq, më kanë thënë jo, nuk lejohet me heq, se futesh në burg. E kam lënë aty të rrije. Kam vajtur për të paguar lek, për të thënë hiqnje. Më thonë, pa paguar lek, sahati nuk hiqet. Unë 7 milion lek nuk kam ku t'i marrë për t'i paguar për gjobat të cilat i vendosin sa herë duan ata. Sepse një njeri më tha mu, ata kanë plan gjobash. Dhe unë që jetoj jashtë, me thënë drejtën, i mbledh nga 20 euro duke pastruar banjët tonë për Europë. Se jo për të thënë si jam boste, po pastrojmë banjët për të mbledhur nga 20 euro dhe nuk ka mundësi të vjetë paguaj drita kot në kot atje.
edhe ai elektricisti që ka vendosur atë job, pa patur njëri aty, me drejt ose me pa drejt, e din shumë mirë se si është gjenja atyre njerëzve që jetojnë atje. Si që thot një shprehje, mirë po njofim shoqi shojnë, se për borgjë kem djeg shkullojnë. A elektricisti e kupton mirë të. Por, ditën që të vdesi, atë procesërbal do ta ketë mbi shpirtin e tij. Sepse Zoti është i madh. Lekt janë letra. Sot i shkruni, nesër i fshini, por dëmin psikologjik ngjelet dëm psikologjik. Duhet ju falenderoj të gjithëve. Të kaloni një ditë të bukur, dhe gjithë ata njerëz drejtues që nga qeveritarë dhe deri tek njerëzit më thjesht që kanë diçka në dorë, ju lutem bëni më të mirën për atë vend, për atë Shqipëri, sepse po bëni për veten tuaj. Në qoftë se ne ishim pakic dhe neve na detyrohet të hikum, që të ne ka ikur shumica dhe ka ngelur pakica aty, dhe mbasi u duket vetja sikur se jeni mbretër, po edhe këta mbretër një ditë do shumohen. Dhe nuk keni me këtë haheni. Dhe do vazhdoni të hanë njëri tjetrin. Prandaj, sa se është vonë, mendoni edhe për këta njerëz, se për t'i vdekur ka mënyra të ndryshme. Mos i vdisi duke i torturuar rrugëve kot më kot. Ju faleminderit dhe respekt. Këto fjalë të Albertit të nis të ndryshoj mendim kur sheh nga afër situatën. Ndryshimet negative dhe dëmet që janë shkaktuar zonës janë të dukshme. Gjithçka e konsideruar mbeturinë